Hoxh, desha t'ju pyes, a kanë mbaruar shenjat e vogla të kiametit? Shenjat e vogla të kiametit kanë ndodhin, dhe shenjat e vogla të kiametit edhe përsëriten. Ndërsa shenjat e mëdha të kiametit akoma nuk kanë dalë. Lutim Zotin e gjithësisë që sa të kemi ymër në këtë dynja, të bëjmë vepra të mira, të adhurojmë Allahun e lartësuar, të falim namaz, të respektojmë prindrit, të ruajmë lidhjet farefisnore, të jemi njerëz drejt, të bëjmë punë pra që e kënaqin Allahun e lartësuar. Për të vdek, gjithë kemi për të ndruar jetë. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo njeri do ta shijoj, pra do ta përjetoj vdekjen. Zoti na lehtësoft dhe lutim Allahun e lartësuar që në botën tjetër të jemi prej xhenetlive. Kiameti do të ndodh, Allahu i lartësuar ka treguar në Kur'an, ringjallja do të ndodh. Patjetër para kiametit përmenden hadith, pra shumë prej shenjave të kiametit, por akoma nuk kanë filluar shenjat e mëdha. Shenjat e vogla kanë ndodh, ato edhe përsëriten, ndërsa shenjat e mëdha akoma nuk kanë filluar. Zoti ju rujt.